Mirë mbrëma. Është bekim pra që t'jem dhe këtë mbrëmje pas një kohe apo ndërprerje të paksa të gjatë, duke qenë se kemi qenë duke organizuar gjërat ndryshme për këtë verë, edhe shërbesat ndryshme, e kam pasur pamundur që t'jem rregullisht, por lavdi Zotit që u rikthyem sërish, edhe më vjen mirë që jemi këtu për të ndarë këtë mesazh, këto bekime që ndajmë me njëri tjetrin, besimin. Edhe unë lutem që ky mesazh të prek drejt për drejt jetën tënde, pasi ky mesazh është për ty. Edhe sot do të flasim për atmosferën e besimit. Do të flasim se si krijohet atmosfera e besimit, çfarë sjell atmosfera e besimit, si e ndikon jetën tënde, timen dhe të kujdoj që është përreth nesh. Pra, atmosfera e besimit është jashtë zakonshme dhe do të shohim dhe cilat janë arsyet që e shkatrojnë, e prishin, e dëmtojnë atmosferën e besimit. Mirëmbrëma Lena, bekime Zotit bekoft, mirëmbrëma dhe gjithë ju e tjerëve që do të na bashkoheni së shpejti. Pra sot do të ndalemi dhe do të bisedojmë pikërisht për këto gjëra, pra, për atmosferën e besimit. Si ta krijojmë atmosferën e besimit? Çfarë ndikimi dhe impakti të madh ajo ka në jetën e gjithsecilit prej nesh dhe si ta ruajmë, si ta mbrojmë, si mos ta lejojmë që kjo gjë të mos prishet. Pra atmosfera e besimit është e jashtëzakonshme edhe ne do të ndalemi më në detaje në këtë mesazh sot për t'inkurajuar dhe nxitur njëri tjetrin, për të jetuar një jetë plot paqe, gëzim edhe dashuri mes njerëzve. Pra, siç e dim, anija lë gjurmën e saj. Shqiponja lë gjurmën e saj në atë hijen kur ajo fluturon, gjithashtu aeroplani lë gjurmën e tij kur ti e shikon në qiell. Por cila është gjurma dhe ndikimi që mund të lësh ti në jetën e personave që ke përreth? Çfarë ndikimi, çfarë impakti mund të lësh tek njerëzit e tu që ti përballesh çdo ditë? Cila është gjurma? Çfarë thon njerëzit kur ti afrohesh? Çfarë thon njerëzit kur ti largohesh? Cili është impakti që ke lënë? Çfarë gjurme dhe ndikimi ke tek jetët e njerëzve përreth? Pra këto janë pyetje që do të marrin përgjigje në këtë mesazh të sotëm. Pra këto janë pyetjet se si ne mund të ndikojmë dhe të lëmë gjurmë në jetët e gjithsecilit prej nesh. Pra gjurma me pak fjalë që ti lë është çdo jetë që ti ke prekur, çdo frym që ti ke lartësuar, çdo barë që ke ndarë, apo çdo buzëqeshje dhe lot që ti ke derdhur për njerëzit e tjerë. Pra kjo është gjurma e vërtet dhe ndikimi i madh që ne lëm tek njerëzit e tjerë. Edhe pyetja është si të lëm gjurmë? Si të kemi një ndikim kaq të fortë dhe një marrëdhënie kaq të thellë me njerëzit që kemi përreth? Pra si mund të ndikojmë jetën e të tjerëve? Mirëmbrëma Arjan, Zotit bekoft gjithashtu. Pra, si mund të ndikojmë jetën dhe të lëmë gjurmë tek njerëzit që kemi pranë? Përgjigjja është sigurisht duke krijuar një atmosferë besimi. Atmosferë besimi. Dhe kjo është ajo gjë tek e cila do të ndalemi në detaje dhe do të flasim se si ta krijojmë këtë atmosferë. Si të lëmë ato gjurmë tek njerëzit. Pra ne nuk mund të lëmë dot gjurmë tek njerëzit që kemi pranë nëse nuk krijojmë së pari këtë lloj atmosfere besimi. Kur ti krijon atmosferë në përgjithësi, gjërat ndodhin më kollaj, më rrjedhshëm. Për shembull, kur ti dëgjon muzikë diku, thua ti është atmosferë feste. Kur ne fillojmë dhe dekorojmë apo zbukurojmë diçka, është atmosferë ditëlindje. Pra, ne të krijosh atmosferën i jep një lloj ndjesie apo një lloj nxitje apo gëzimi të brendshëm që këtu ka festë dhe do kaloj mirë. Po kështu është edhe besimi, pra kur ne
jemi ai dekorimi, apo jemi ajo muzika, apo ajo melodia e ëmbël që ne krijojmë tek njerëzit që janë përreth nesh, ne japim përshtypjen që diçka e bukur do ndodh. Pra është një lloj atmosfere që ne krijojmë dhe sot do të ndalemi dhe do të shohim se si ta krijojmë këtë lloj atmosfere. Pra, në momentin që ti e krijon atmosferën e besimit, patjetër që gjërat ndodhin shumë herë edhe më kollaj. Kur Jezusi shkoi të shëronte për shembull në Bibël vajzën 12 vjeçare, njerëzit filluan ta përqeshnin, pra ata që ishin aty. Por, me pak fjalë, ishte një atmosferë jo e këndshme, nuk ishte një atmosferë besimi. Pra njerëzit aty filluan të talleshin, të përqeshnin Jezusin. Dhe di çfarë bëri Jezusi? I nxorri jashtë. I nxorri jashtë. Sepse ata nuk kishin besim dhe filluan ta përqeshin, pra nuk ishte ajo lloj atmosfere. Kur Jezusi shkoi në vendlindjen e tij, teksti thot, Bibla, pra Ungjilli thot që Jezusi nuk mundi që të bëj asnjë mrekulli. Ti mendon që Jezusi nuk mundej që të bënte mrekulli? Jo. Po sepse aty nuk pa një atmosferë besimi. Pra madje teksti thot që Jezusi u habit me mosbesimin e tyre. Pra ai rrethi apo ai atmosfera e besimit në atë vend ishte zero. Dhe çfarë bëri Jezusi? Nuk bëri asnjë mrekulli dhe u largua. Po kështu edhe në jetë. Nëse ne nuk krijojmë këtë lloj atmosfere besimi, Zoti nuk mund të bëjë dot mrekulli tek ne sepse ne nuk jemi të hapur dhe nuk i besojmë atij dhe nuk i dorëzojmë jetën tonë atij. Pra çelësi i parë apo ajo si thua dera e hapur ku Zoti mund të bëjë mrekulli dhe mund të transformojë dhe të ndryshojë jetën tonë, situatën tonë dhe gjërat që duhen përmirësuar, hapi i parë është që të krijohet kjo lloj atmosfere. Pa besim ne do të shohim tek Hebrej 11:6, pa besim është e pamundur që t'i pëlqesh Perëndis. Pa besim është e pamundur që t'i pëlqesh Zotit. Wow, është shumë e fuqishme si fare. Pra, besimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm nëse ne duam që Zoti të ndryshojë, të shërojë, të rikuperojë, të rifreskojë, të restaurojë jetën tonë. Duhet të kemi besim. Duhet të krijojmë këtë lloj atmosfere. Pra, Jezusi i nxorri jashtë njerëzit që filluan ta përqeshnin, sepse s'kishte besim. Jezusi u largua nga ata që filluan thonin, a nuk është ky zdrukthari, biri i Marias, a nuk është motrët dhe vëllezërit e tij, a nuk janë këtu mes nesh? Nga na doli ky profet? Dhe Jezusi u habit me mosbesimin e tyre dhe nuk mundi që të bëjë mrekulli, se s'kishte një atmosferë pra besimi. Pra, në shumë raste në Ungjill, Jezusi përpara se të bënte një mrekulli, shumë herë ai krijoi një atmosferë besimi. Kur ne krijojmë këtë lloj atmosfere, më parë gjërat e mrekullueshme ndodhin. Jezusi edhe kur shkoi në vendlindjen e vet, pra u çudit. U çudit, është e pamundur pra. Është e pamundur që ti t'i pëlqesh Zotit pa besim. Po çfarë është atmosfera e besimit? Çfarë është atmosfera e besimit? Nëse ti je në një ambient që nuk e besojnë Zotin, dhe sigurisht ne jemi dhe ndodhemi në ambiente të tilla ku njerëzit nuk duan t'ia dinë për besimin, nuk duan t'ia dinë fare për Zotin. Pra nëse ti je në një ambient që nuk është kjo lloj atmosfere besimi, gjërat bëhen shumë të vështira për të folur. Pra, së pari ti duhet të krijosh dhe të nxisësh këtë lloj atmosfere. Dhe momentin që kjo ndodh, gjërat bëhen shumë herë më thjeshta për të folur me njerëzit që kemi përballë. Dhe pyetja është, si krijohet kjo atmosferë? Si krijohet atmosfera e besimit? Si të bëjmë që njerëzit vërtet të tërhiqen nga kjo ndjesi e këndshme e besimit?
Pra kur ne dëgjojmë një muzikë, themi pas ka muzikë, dhe kur shikojmë dekorime, pra themi, pra krijohet një atmosferë, feste. Pra, po ne në jetën tonë si besimtar, si mund të prodhojmë sa më shumë dhe të ndezim sa më shumë një atmosferë të tillë besimi. Pra si krijohet? Bibla është mjaft e qartë, tek Romakët kapitulli 10 thuhet që besimi vjen nga dëgjimi. Nga dëgjimi. Besimi, pra atmosfera e besimit, vjen dhe krijohet nga dëgjimi. Po, nga cili dëgjim? Dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Besimi vjen nga dëgjimi, por dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë, sepse veshi jonë mund të dëgjojë shumë gjëra, shumë lloje melodish dhe muzikash, por atmosfera e besimit vjen nga fjala e Perëndisë, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë. Pra nëse ti do të përcjellësh besim dhe të krijosh këtë lloj atmosfere besimi, kjo vjen drejt për drejt nga fjala e Zotit. Kur e vërteta e Perëndisë shpallet, kur e vërteta e Perëndisë përhapet në çdo mënyrë, jo vetëm duke predikuar, ti vërtetën e Perëndisë mund ta përhapësh thjesht me duke e treguar me sjelljen tënde, me shembullin tënd, me veprimet e tua. Pra, nëse unë predikoj që ne të duam të tjerët, mjafton që të shkosh atje dhe të duash të tjerët dhe t'ia tregosh me vepra, dhe atëherë ti ke predikuar, ti ke bërë predikimin më të mirë ndonjëherë, sepse e ke treguar me vepra dhe e ke jetuar. Pra, kjo është domethënë ajo gjë që neve e përcjellim fjalën e Perëndisë dhe fjala e Perëndisë dëgjohet nga mënyra nga më të ndryshmet. Si thot shkrimi, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Pra fjala u bë vepër. U bë vepër, njerëzit e pan, e prekën, e dëgjuan, pra ecim me ta. Pra nuk ishte vetëm thjesht fjalë, por u bë mish dhe erdhi e tregoi dashurinë tek gjithë njerëzit. Dhe besoj që ne si njerëz për të krijuar atmosferën e besimit duhet ndodh nga dëgjimi i fjalës Perëndisë. Kështu krijohet besimi. Dhe pyetja që lind është, duke qenë se dëgjimi që ka një faktor mjaft i rëndësishëm i besimit dhe i krijimit të kësaj atmosfere të besimit, atëherë pyetja është, cilët janë tre armiqt që dëmtojnë dëgjimin apo besimin tënd? Por jo vetëm tëndin, por edhe të gjithë atyre njerëzve që kemi përreth. Pra, cilat janë tre armiqt që dëmtojnë dëgjimin apo besimin tënd? Sigurisht që veshi jonë në këto ditë dëgjon shumë gjëra, apo jo? Mjafton që njëri flet kështu, tjetri flet ashtu, njëri flet negativitet, tjetri flet kështu, dhe veshi jonë ushqehet, sidomos në për rrjetet sociale, në për media apo në shumë gjëra të tjera. Fatkeqësisht veshi jonë dëgjon shumë gjëra negative, shumë gjëra të rëndomta, shumë gjëra që vërtet janë dëmtuese për besimin tonë. Dhe jo vetëm që nuk krijojnë një atmosferë besimi, por nxisin të kundërtën, nxisin një atmosferë të pakëndshme, të dëmshme për besimin tonë. Pse? Nëse do të dëgjosh, të dëmtosh besimin e dikujt, sulmoj dëgjimin. Fillo dhe thuaj të pavërteta. Fillo dhe thuaj gjëra antivlera apo gjëra që nuk i shërben askujt. Dhe kështu ti dëmton besimin e dikujt tjetër. Prandaj, miq të dashur, motra, vëllezër, duhet jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm se çfarë dëgjojmë. Se çfarë filtrojnë veshi ynë. A jemi në vërtet të kujdesshëm tek fjalët që dëgjojmë, që na thon tjerët, apo që i themi vetë apo dikush tjetër? Nëse ne nuk vendosim një filter, nëse ne nuk analizojmë gjërat që dëgjojmë, atëherë sigurisht këto do dëmtojnë besimin tonë
Dhe atmosfera e besimit do të zbehet. Dhe njerëzit nuk do të jenë as pak të interesuar, sepse nuk shikojnë. Atëherë, 3 armiqtë e dëgjimit janë. E para është zëri im. Pra, çfarë ti i thua vetes tënde? Çfarë ti i thua vetes tënde është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, ndonjëherë ne kemi një zë të brendshëm. Jo ky zëri që unë po flas, po zëri tjetër, ai i përbrendshmi, që na thot gjëra negative. Ti s'mund t'ja dalësh dot, ti nuk për kjo është shumë e rëndë për ty, ti vetëm humbet, gjëra vetëm të këqija më ndodhin. Pra ne mbushim veten me kaq negativitet dhe me kaq të pavërteta dhe zëri ynë na mbush me kaq pesimizëm, sa që është e vështirë që të krijosh këtë atmosferë besimi. Dhe çfarë do bësh? Do ankohesh, pastaj do akuzosh Zotin pse Zoti nuk po kujdeset për mua, pra sepse ne i themi kaq shumë gënjeshtra, ne dëgjojmë një zërin ton që është i gabuar. Edhe shumë njerëz është jashtëzakonisht e rëndësishme mënyra se si ne i flasim vetes tonë. Është jashtëzakonisht tmerrsisht e rëndësishme se sa frym pozitive kemi brenda vetes. Shkrimi thotë, është mjaft i qartë, ku thotë personi ai që urdhëron veten e tij është më i fortë se ai që mund të mposhtë një qytet. Pra, të urdhërosh veten, të kontrollosh veten dhe zërin që ti dëgjon brenda vetes është jashtëzakonisht e fuqishme, është forcë. Edhe ne do të jemi mjaft kujdesshëm se çfarë i themi vetes tonë, apo çfarë mendimesh kemi për veten tonë, sepse këto do të ndikojnë të gjitha do të ndikojnë të gjitha këtë atmosferë të besimit që ne po përpiqemi të krijojmë. Pra, nëse zëri ynë nuk është i duhuri, atëherë kjo e vret dhe e dëmton besimin dhe ka të pamundur që të krijojë këtë lloj atmosfere. Gjithashtu, e dyta që e dëmton dëgjimin ton apo besimin ton, jo vetëm që është zëri im, por është dhe zëri të tjerëve. Çfarë të tjerë thon për ty? Njerëzit çfarë mund të thonë për ty, çfarë nuk mund të mendojnë për ty, edhe mund të thonë shumë të pavërteta rreth teje. Por ti nuk e pse e dëgjon ato lloj zërash, nuk e pse i beson ato lloj gjërash, sepse besimi yt nuk vjen nga zëri yt, nuk vjen nga zëri të tjerëve, por besimi yt duhet vijë nga fjala e Perëndis, nga e vërteta. Pra, çfarë mendon Bibla për ty, çfarë mendon Zoti për ty, këto janë gjërat që ti duhet të dëgjosh. Dhe këto janë gjërat që të forcojnë ty që të kesh besim akoma dhe më të fortë, akoma dhe më të fuqishëm. Pra, në mënyrë kategorike, mos bëni kujdes se çfarë i thoni vetes, mos dëgjoni se çfarë të tjerë thonë për ju, sepse shpesh herë zëri i tyre është i gabuar dhe nuk e krijon atmosferën e besimit. Dhe duhet të testoni nëse zëri yt dhe zëri të tjerëve është në harmoni me fjalën e Perëndis. Nëse zëri yt dhe zëri të tjerëve që ti dëgjon nuk është në harmoni me të vërtetën dhe fjalën e Perëndis, atëherë automatikisht ti mund t'i lësh jashtë dhe mund të dëgjosh fjalën e Perëndis, sepse fjala e Perëndis prodhon besim. Dhe zëri i tretë që e dëmton jashtëzakonisht besimin tënd dhe dëgjimin tënd është zëri i djallit. Djalli ka tendencën që të na rrëzojë, ka tendencën që ne të ndihemi keq, ka tendencën që të na mashtrojë apo të na jap të pavërteta, sepse ai është ati i gënjeshtrës. Dhe arsyeja pse Adami dhe Eva mëkatuan është sepse dëgjuan zërin e gabuar. Po të shikojmë djalli nuk është se bëri ndonjë shpikje të madhe për të gënjur Adamin dhe Evën. Ai thjesht vendosi një fjalë nuk. Ai tha të njëjtat fjalë që tha Zoti, por vendosi vetëm një nuk. Pra Zoti i kishte thënë Adamit dhe Evës që nëse ti ha nga kjo pemë, nga ky frut, ti me siguri do të vdesësh. Kjo ishte shpreha që Zoti i kishte thënë, me siguri do të vdesësh.
Dhe shpreha që djalli i thotë është me siguri nuk do të vdesësh. Pra, një nuk vendosi. Dhe e ndryshoi komplet historinë. Pra, le të jemi të kujdesshëm, pra, sepse edhe djalli sillet si një luan vërbullues përpara se kë mund të përpihet. Pra, ai përdor mënyra nga më të ndryshme. Pra, dikush që gënjen nuk është se bën ndonjë komplet diçka tjetër, ai thjesht përdor fjalë apo gjëra që të keq drejtojnë dhe të duken sikur janë ashtu, por fakt nuk janë ashtu. Duhet ti shqyrtojmë me kujdes. Duhet të vendosim një filter tek veshë ynë, tek gjërat që dëgjojmë, tek të vërtetat që na thon të tjerë, tek të vërtetat që na thot djalli dhe të vërtetat që i themi, dhe këto gjëra, filteri dhe këto gjëra testohen dhe pastrohen, dëgjimi ynë pastrohet përmes fjalës Perëndis. Pra, momentin që ne jemi në gjendje që të krahasojmë të vërtetën e Zotit me gënjeshtrat që janë, që ja themi vetes, që na thon tjerë dhe që na thot djalli, momenti që kjo ndodh, atëherë ne jemi gati për të krijuar atmosferën e besimit. Pra, nëse ne nuk i vendosim këto 3 filtra, pra nëse nuk bëjmë kujdes se çfarë i themi vetes, nëse nuk analizojmë se çfarë na thon të tjerët dhe nëse nuk analizojmë atë që na thot djalli me fjalën e Perëndis, atëherë ne nuk mund të krijojmë një atmosferë besimi, sepse dëgjimi ynë është i si thuash i përzier, edhe ne mund të kemi tendencën që të besojmë gjërat pa vërteta. Prandaj jo më kot shkrimi thotë që besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Pra fjala e Perëndis, e vërteta e Perëndis është ajo që krijon besimin. Pra, menjëherë, pasi kemi folur për 3 armiq që dëmtojnë dëgjimin, aty sulmon djalli tek dëgjimi, duke na mashtruar, janë dhe 3 gjëra që e krijojnë atmosferën e besimit. Tani do flasim për 3 gjëra që vërtet e krijojnë këtë lloj atmosfere të këndshme. Pra, menjëherë sa kemi mësuar se si vërtet ta parandalojmë shkatrimin, gjërat që e vrasin dëgjimin ton dhe besimin ton, tani do të ndalemi dhe do të shohim tek gjërat që e krijojnë dhe e ndihmojnë besimin ton të rritet dhe të krijohet vërtet ajo atmosferë e këndshme. E para, atmosfera e besimit krijohet përpara se të shkosh atje. Që do thotë, krijohet brenda teje. Përpara se ti ta marrësh diçka, ti duhet ta besosh. Ti duhet ta konsiderosh sikur e ke marrë. Pra është diçka që ti e pret. Që kur ngrihesh në mëngjes. Me besim ti ngrihesh edhe sillesh njësoj sikur e ke marrë atë gjë. Nëse lutesh për shi, pra shko dhe merr çadrën, ka thënë dikush. Apo jo. Nëse lutesh për lumturi, vendos një buzëqeshje në fytyrë, edhe pse nuk e ke marrë akoma. Pra, nëse lutesh për dashuri, vendos dashurinë brenda teje dhe tregoje tek njerëzit e tjerë. Dhe atëherë do të shohësh se si Zoti ka për të vepruar dhe si Zoti ka për të transformuar jetën tënde dhe se si kjo atmosferë e besimit do të rritet. Pra, fuqia e Zotit në jetën time nuk filloi kur unë ja dola mban, por filloi që kur hapa sytë në mëngjes. Pra që kur hapa sytë në mëngjes ti ngrihesh me atë entuziazëm dhe besimi është siguri e gjërave që nuk shihet, apo jo. Tregimi i gjërave që shpresohen. Pra ti nuk je atje, por prap ti e krijon atë atmosferë. Pra besimi filloi kur unë vërtet kuptova që Zoti sundon dhe është sovran mbi çdo gjë. Çfarë do lloj gjëje që shohin sytë e mi tani? Me besim unë do të arri atje ku Zoti më ka thirrur që të jem dhe të bëj atë çfarë Perëndia më ka thirrur që të bëj. Pra, me aman besimit fillova të kuptoj pra që Zoti është në fron dhe ai sundon. Dhe kur unë shikoj gjithë punën që Zoti kishte bërë me mua dhe me jetën time,
aty unë kuptova se sa e madhe është edhe dashuria e Zotit për mua. Sa ndikim të madh ka Zoti për mua. Pra, gjëja e parë kjo është që ti të krijosh atmosferën e besimit, duhet të kesh besimin edhe pse ti nuk e ke marrë atë gjë, edhe pse ti nuk e arritur ende atje, ti duhet ta krijosh këtë gjë ende pa arritur atje. Ti nuk e ke ngritur kupën akoma, por ti duhet të sillesh sikur je fitimtar. Ndoshta ti veshi yt apo syri yt shikon humbje, por ti me besim dëgjon fitore. Ndoshta veshi yt dëgjon sëmundje, sytë e tua shikojnë dështimin. Besimi jot shikon suksesin. Edhe është njësoj si kur të ketë arritur atje. Shikon fitoren, nëse ti shikon urrejtjen me sytë fizik, atëherë sytë e tu shpirtëror dhe sytë e besimit duhet shikojnë dashurinë e vërtet. Dhe atëherë ti fillon dhe e krijon këtë lloj atmosfere, fillimisht brenda teje. Pra nëse ti nuk e mbush veten me këtë lloj atmosfere besimi brenda teje, është e pamundur që ti të krijosh besim dhe të përcjellësh besim tek të tjerët. Është e pamundur që ti pëlqesh Zotit. Si thot Hebrej 11:6, pa besim është e pamundur që ti pëlqesh Zotit. Prandaj, kur ti e ke këtë lloj atmosfere, Zoti fillon dhe vepron dhe bën gjëra të mrekullueshme në ty dhe përmes teje. Është e jashtëzakonshme se çfarë ne dëgjojmë dhe se çfarë atmosfere krijojmë brenda nesh. Pra, s'mund t'japim diçka që nuk e kemi. Nuk mund t'japim besim nëse nuk kemi marrë besim, nuk kemi mbushur prej Perëndis. Sigurisht që ne jemi të dobët, sigurisht që ne nuk është gjithmonë besimi ynë, por Jezusi thotë, sigur të kishe një besim sa një kokër si napi, ti do lëvizje malet. Nuk po të kërkoj besim të madh sa një mal, por sa një kokër si napi ta kishe besimin, ti do lëvizje malet. Edhe ky është besimi për cilin flas. Mjafton t'i japim pak hapësirë Zotit dhe Zoti bën mrekullia të mëdha. Dhe kjo është ajo çfarë ne duhet kërkojmë tek Zoti. Është shumë e bukur kur një baba ishte smur, kishte vajzën smur dhe i deliosi përpara dhe i thot, unë besoj o Zot, por ndihmo mos besimin tim. Dhe kjo duhet të jetë ajo çfarë qëndrimi ynë. Pra, Zot, unë besoj të kjo gjë, por më ndihmo në mos besimin tim, më ndihmo në vështirësinë time, në dobësinë time. Dhe sigurisht që aty ndodh ajo atmosfere besimit. Dhe Perëndia bën gjëra të mëdha. Edhe me aq pak besim sa ne tregojmë. Mjaftojmë që të kemi pak dashuri, pak besim, pak shpresë. Dhe Zoti aty do të bëjë gjëra të mëdha përmes nesh. Por nëse ne nuk kemi krijuar këtë gjë përpara se të shkojmë atje, atëherë kjo atmosferë do të thotë që neve po dëgjojmë diçka të gabuar, po ushqehemi, veshi ynë dhe dëgjimi ynë dhe jeta jonë po ushqehet me të pavërteta dhe kjo po sjell pasoja tek ne edhe tek njerëzit që janë përreth. Pra gjëja e parë për të krijuar atmosferën e besimit është ta krijosh brenda vetes. Nëse ti nuk e ke brenda vetes, s'mund ta përcjellësh atje jashtë. Gjëja e dytë është jo vetëm që ti ta krijosh atmosferën brenda vetes, por kjo krijohet edhe kur ti përfshihesh. Kur ti përfshihesh, pra kur ti si thua e vën në praktik dhe fillon dhe e jeton atë që beson. Pra Zoti ka qenë kaq i mirë me mua, sa që unë nuk mund të rri dot pa folur. Pra Zoti ka ndryshuar dhe bekuar jetën time kaq shumë, sa që nuk mund të rri dot pa treguar atë çfarë Zoti, pa ndarë atë çfarë Perëndia ka bërë. Pra është e pamundur që unë të fshej një gjë kaq të madhe dhe ta mbaj për vete. Patjetër që dua të flas dhe t'ja përcjell dikujt. Është interesante në Ungjil që kur një i paralizuar u përpoq që të hynte tek shtëpia ku ishte Jezusi, ata u përpoqën që të hynin nga dera, por kishte kaq shumë njerëz sa që nuk munden dot.
Ata nuk hynë, u përpoqin që të hynë nga dera e pasme, as atje nuk mundën dot. Ndoshta u përpoqin të hynin nga dritarja, edhe atje nuk mund të hynin dot. Por e di se nga hynë ata? Nga çatia. Ata u gjidhen lart çatisë së shtëpisë, imagjinojeni skenën, dhe e çan atë çatinë e shtëpisë dhe menjëherë e hodhën të paralizuarin përpara këmbëve të Jezusit. Ata nuk u kthyen pas, edhe pse dera ishte mbyllur. Ata bën aq sa munden, bën çdo përpjekje për ta çuar mikun e tyre te këmbët e Jezusit. Asgjë nuk i ndali këta njerëz për të shkuar tek Jezusi. Asnjë pengesë nuk mundi ata që t'i ndaloj për të çuar mikun e tyre që ishte i paralizuar tek Jezusi. Dhe pyetja është, çfarë na ndalon ne për të shkuar tek Jezusi? Çfarë na ndalon ne për t'i përcjell njerëzit tek Jezusi? Është pikërisht atmosfera e besimit. Pra këta njerëz kishin kaq shumë besim sa që u ngjitën në çati, e çan atë dhe e dinin që shoku i tyre do të shërohej, sepse e kishin krijuar brenda vetes. Por jo vetëm që e kishin krijuar brenda vetes, por besimi i tyre ishte kaq i gjallë sa që ata u përfshin. Pra nuk ndenjën vetëm thjesht duke besuar, kaq, por besuan dhe e treguan me veprat e tyre, e morën mikun e tyre dhe e çuan tek Jezusi. Shumë prej nesh, nëse nuk e kanë këtë lloj besimi, këtë atmosferë brenda vetes, dhe nëse nuk përfshihen dhe nuk bëjnë asnjë përpjekje për të çuar njerëzit e tjerë tek Krishti, kjo tregon që atmosfera nuk është e ndërtuar mirë. Pra, këta kishin këtë lloj atmosfere të papar. Është një shprehje e bukur që thot: një plag e mbyllur është një shërbes e hapur. Pra kur Zoti mbyll një plag në jetën tënde, kur Zoti të shëron, kur Zoti të nxjerr nga një situatë apo nga një vështirësi, është një shërbes e hapur, sepse njerëzit do të tregojnë dhe do të shohin besimin tënd, se si Perëndia ka ndikuar jetën tënde, se si Perëndia ka fuqizuar jetën tënde, dhe thot, kur ka shëruar këtë njeri, kur Perëndia ka bërë një gjë të mrekullueshme me këtë person, patjetër që ai do të bëj edhe me mua. Pra kur njerëzit të shohin vërtet besimin brenda jush, atëherë është vërtet domethënësme. Pra pyetja është që çfarë po bëjmë neve për t'i çuar njerëzit tek Krishti, tek këmbët e Jezusit? Apo përpiqemi për çdo mënyrë, siç bën këta njerëz, edhe pse dera ishte mbyllur, edhe pse dritarja ishte mbyllur, edhe pse kishte turma njerëzish, ata prap e gjetën një mënyrë për ta çuar tek Jezusi. Pra, çfarë na pengon neve për t'i çuar njerëzit tek Krishti? Cilat janë pengesat? Apo bëjmë diçka ne vërtet, apo çdo përpjekje për t'i çuar njerëzit, apo themi, po këta njerëz nuk dëgjojnë, po këta njerëz nuk kuptojnë, po ky s'bëhet më, nuk ndryshon asnjëherë. Jo, nëse ne vërtet i duam njerëzit, nëse vërtet ne bëjmë çdo përpjekje për t'i përfshirë ata dhe për t'i çuar tek Jezusi. Por nëse ne nuk kemi këtë atmosferë brenda vetes, është e vështirë që të çojmë njerëzit tek Jezusi. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që ti mund ta krijosh atmosferën e besimit brenda vetes dhe kur përfshihesh, kur ti e tregon me vepra këtë gjë. Por ajo çfarë bën akoma dhe më të fuqishme dhe që do t'i bëj njerëzit të ndjekin këtë atmosferë kaq të këndshme besimi, është kur ti le gjurmë në jetën e tyre. Kjo e treta është kur ti lë gjurmë. Pra, atmosfera e besimit krijohet e plot dhe e thellë kur ti lë një ndikim në jetën e të tjerëve. Kur ti njerëzit e kuptojnë. Pra, teksti thot për këta
miqt që e quan shokun e tyre të paralizuar përballë këmbëve të Jezusit, teksti thotë se Jezusi pa besimin e tyre. E pa besimin e tyre. Me sy. Jezusi i lexonte shumë mirë mendimet. Jezusi i kuptonte, nuk ishte nevoja. E dinte se çfarë ishte në zemrën e njeriut. Por teksti thotë që Jezusi e pa. Pra besimi i tyre ishte i dukshëm. Ishte i dukshëm. Besimi nuk dëgjohet. Besimi shihet. Besimi shihet. Ti duhet të largohesh duke e ndarë atë që ke marrë nga Zoti. Kur ti të ndash atë çfarë ke marrë nga Zoti, apo atë gjë që Perëndia ka bërë në jetën tënde, atëherë ti fillon dhe krijon këtë atmosferë dhe lë këto gjurmë në jetën e të tjerëve. Pra ku njerëzit fillojnë dhe të shohin pasionin që ti ke për Zotin, ku njerëzit shikojnë forcën që ti ke, urtësinë që Perëndia të ka bekuar, ata do të jenë në gjendje që ta shohin besimin. Ta shohin atmosferën. Dhe të tërhiqen prej kësaj. Të tërhiqen prej kësaj. Dhe të besojnë Zotin që ti beson. Sepse ata duan të kenë të njëjtën entuziazëm, të njëjtën forcë, të njëjtën gëzim, të njëjtën shpresë. Dhe kjo, nëse ti e krijon këtë lloj atmosfere, ti çliron fuqinë e Perëndisë, dhe aty Perëndia fillon dhe vepron me jetën tënde. Si thot Jezusi, nga do ta marrin vesh bota që ju jeni dishepujt e mi? Nga dashuria që keni për njëri tjetrin. Pra, nga dashuria që ne tregojmë, atëherë Zoti manifestohet tek ne. Dhe njerëzit shohin dhe dinë se kujt ne i përkasim. Pra njerëzit do të shohin Krishtin tek ne. Ti mund t'i thuash njerëzve Krishti është kështu, Krishti ka bërë këtë apo ka bërë atë, por nëse ata nuk e shohin Krishtin tek ty, vetëm e dëgjojnë Krishtin nga ty, janë dy gjëra të kundërta. Nuk është krijuar atmosfera e besimit. Do hyj këtej dhe do dali nga veshi tjetër. Por momentin që ti zëri bashkohet me figurën, ajo çfarë ti thua dhe ajo çfarë ti jeton dhe beson dhe e tregon me sjelljen tënde, atëherë bëhet e fuqishme dhe atmosfera vërtet bëhet me një ndikim të jashtëzakonshëm për njerëzit që ke përreth. Pra, me një besim të vogël ne mund të lëvizim male dhe të rrezojmë gjigante të mëdhenj. Pra, Zoti mund të bëjë mrekulli të mëdha, mund të kpusi prangat e mëkatit apo e gjërave që na mbajnë lidhur potencialin ton. Sepse Zoti është ai që na bekon, është ai që na fuqizon, është ai që na jep shpresën, gëzimin, paqen dhe gjithçka. Dhe kur njerëzit shohin të gjithë këto gjëra tek ne, sigurisht edhe ata do të bashkohen. Sigurisht që është më e lehtë për ata për t'i folur për Jezusin. Por nëse jemi në një ambient që nuk ka as edhe një lloj atmosfere, është e vështirë që t'i flasësh njerëzve për Zotin. Madje un kam, nuk e di për ju, por un personalisht kam parë shumë njerëz që janë alergjik ndaj fjalës së Zotit. Kur ti përmend fjalën Bibël, nuk është, kanë alergji. Kur ti përmend fjalën Zot, kur ti flet për yoga, kur ti flet për ku e di unë, për shprehje motivuese apo gjëra, gjithë dëgjojnë me vëmendje. Unë kam provuar që të them principet e Biblës, pa e përmendur Biblën, gjithë e kanë pëlqyer. Po kur përmend Biblën, shumë njerëz më mblidhen. Pse? Sepse janë alergjik. Pra, ajo çfarë ne duhet bëjmë është që të krijojmë së pari këtë lloj terreni, këtë lloj atmosfere.
dhe që t'i bëjmë njerëzit me veprat tona, me dashurinë tonë, me besimin që kemi ne, ta reflektojmë jashtë. Dhe kështu është më e thjeshtë. Pra kur ne shkojmë dhe mbjellim farën, ç'a bëjmë? Hedhim direkt sipër tokës? Jo. Ne e vadisim, e punojmë tokën, krijojmë kushte, terrenin, dritën që ka nevojë, pra gjitha gjërat, kushtet që ajo dritë të rritet. Pra Bibla thot shumë qartë, Apollo e ujiti, Pali e mbolli, por Zoti e rriti. Kështu që ne duhet të hedhim, si thuash, farën, duhet të krijojmë kushtet, duhet kujdesemi për me anë të besimit tonë se çfarë bëjmë dhe se çfarë reflektojmë dhe se çfarë dëgjojmë apo dhe se çfarë flasim dhe çfarë përcjellim tek njerëzit e tjerë. Dhe kjo do të bëjë që njerëzit të rriten, besimi dhe dëshira e tyre për të dëgjuar më shumë për Zotin të rritet. Por së pari duhet krijojmë kushtet. Pra problemi nuk është tek fara, por problemi është tek terreni. Problemi është vetë tek toka, siç Jezusi përshkruan, ka 4 lloje zemrash, 4 lloje tokash. Pra kemi tokë të mirë, kemi tokë të ngurtë, kemi tokë sipërfaqësore që nuk ka ato rrënjët që duhet. Pra ne duhet përgatisim terrenin dhe tokën. Po sigurisht që jo të gjithë do na kuptojnë, sepse varet dhe nga zemra e njeriu, por unë besoj që shumë njerëz sot janë të keq informuar, janë të keq drejtuar, janë të abuzuar, të manipuluar, janë siç është ajo shpreha lavazh truri. Ka shumë gjëra që qarkullojnë nëpër internet që i kanë shplar trurin njerëzve dhe nuk besojnë dhe nuk qëndrojnë tek e vërteta. Dhe është e pamundur që të krijohet besimi, sepse armiku, djalli, sulmon dëgjimin ton, sulmon gjërat me cilat ne ushqejmë veten ton. Pra ushqejmë me të pavërteta dhe automatikisht këto gjëra e mbysin besimin, e mbulojnë atmosferën. Por ne si besimtarë jemi thirrur që të presim këto ferra, që të uisim dhe të mbjellim dhe të përcjellim sa më shumë besim tek gjërat. Kjo është arsyeja pse ne jemi thirrur. Që ne të përcjellim besimin ton dhe ai të jetë i dukshëm. Dhe kështu kjo do të bëjë që të krijohet kjo lloj atmosfere. Pra, shumë prej nga eksperienca ime me shërbesën është që njerëzve nuk u intereson se sa shumë di ti, se sa bukur flet ti, por atyre u intereson se sa shumë ti kujdesesh për ata. Sa shumë të bëhet vonë dhe interesohesh për këta njerëz. Momenti që ti tregon dashurinë, tregon interes ndaj këtyre njerëzve, ti mund të jesh dhe predikuesi më i keq, ata do të dëgjojnë me shumë dëshirë, sepse ata vlerësojnë personin që ti je. Personin që ti je. Ti mund mos jesh interesant në të folur, por mënyra se si ti vepron është kaq e bukur sa që këta njerëz fitojnë respektin, ndërtojnë atë marrëdhënien që të duan dhe të duan. Pra nëse nuk krijohet kjo lloj atmosfere, nëse njerëzit nuk fitojnë respektin tënd, besueshmërinë tënde, konfidencën tënde, është pak e vështirë që ti flasësh për Zotin. Prandaj është e jashtëzakonshme që kudo që jemi, të lëmë sa më shumë gjurmë tek njerëzit, të krijojmë sa më shumë dhe të ngjallim sa më shumë besim dhe vepra të mira tek ta njerëz. Nëse kjo gjë nuk ndodh, atëherë është e vështirë. Siç bëri dhe Jevsi, pra. Kur ata filluan ta përqeshin Jevsi i nxorri jashtë. Kur në vendlindjen e vet ata nuk e dëgjuan, Jevsi vazhdoi rrugën dhe nuk bëri asnjë mrekulli. Pse? Se s'kishte besim, s'kishte atmosferë besimi. Pra ka dhe njerëz, ka dhe momente që ne duhet largohemi, ka dhe momente që ne mund të habitemi nga mosbesimi i njerëzve, siç u habit dhe Jevsi. Por
le të bëjmë kujdes që ashtu si djalli bën punën e vet për të keq informuar dhe për të ndryshuar dhe godet dëgjimin ton, sepse prej dëgjimit vjen, siç tham, besimi, dhe besimi, ky dëgjim vjen nga fjala e Zotit. Ashtu siç djalli bën punën e vet, ne si të krishterë duhet bëjmë punën tonë, që të përhapim të vërtetën dhe fjalën e Perëndisë, jo vetëm duke folur, por edhe duke vepruar. Duke vepruar, të lidhim zërin me figurën. Nëse këto të dyja nuk lidhen, atëherë shumë njerëz nuk do të na dëgjojnë. Pra, për ta mbyllur, le të jemi pra ata njerëz që përgatisin terrenin. Dhe mënyra më e mirë pra për ta përgatitur terrenin është së pari, kur ti ke këtë entuziazëm, ti e krijon besimin së pari brenda vetes tënde, së dyti ti e tregon atë, përfshihesh, bën diçka dhe tregon besimin tënd, dhe e treta, njerëzit do ta shohin pastaj. Besimi ju do të bëhet i dukshëm dhe do të shohin Jezusin tek ty. Dhe pa që nevoja ende për të thënë një fjalë për Jezusin, ata do të interesohen dhe do të jenë kurioz të dinë cili është Zoti kujt ti beson. Dhe aty shumë lehtë ti pastaj mund t'i tregosh për Zotin. Dhe unë besoj që kjo, edhe nga eksperjenca ime personale, njerëzit afrohen më shumë me Zotin kur ata shohin një dëshmi të besimit me jetën tënde, se si Zoti ka bërë me ty, apo kur ata shohin edhe besimin tek ty, kur ata shohin që ti kujdesesh për ata, kur ti tregon vërtet dashurinë dhe sinqeritetin për ulësinë tek disa njerëz, aty vërtet Zoti fillon dhe punon me jetën e njerëzve të tjerë. Zoti e bën që të rritet ajo fare. Ne thjesht përgatisim terrenin, ne thjesht krijojmë këtë lloj atmosfere dhe sigurisht që Perëndia është ai që do të luajë melodinë dhe do ta bëj më të bukur jetën e gjithë secilit prej nesh. Pra kjo është mënyra më e mirë për të lënë gjurmë dhe ndikim të jashtëzakonshëm tek jetët e tjerëve. Kur ne e krijojmë brenda vetes këtë atmosferë, kur përfshihemi dhe kur njerëzit janë në gjendje ta shohin me sy. Pra, le të jemi të zgjuar, le të mos flejmë gjumë, por le të përhapim sa më shumë të vërtetën e Perëndisë, jo vetëm me fjalë, por edhe duke e jetuar. Pra, secili këtu në media neve përhapim fjalën e Perëndisë, por edhe kudo që shkojmë dhe çfarëdo që bëjmë në çdo vend që shkojmë, le të përcjellim besimin e Zotit, le të përcjellim atë atmosferë që kemi brenda vetes tek të tjerët. Ky ishte mesazhi i sotëm dhe paqja dhe hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me gjithë secilin prej jush, teksa krijojmë këtë atmosferë të këndshme. Dhe aty Zoti do të filloj dhe të bëj mrekulli, siç bëri dhe në Ungjil. Ai shumë herë i tha njerëzve për shkak të besimit ose besimi yt të shëroj. Besimi yt të shëroj. Besimi yt të shëroj. Besimi yt të transformoj. Besimi yt të fuqizoj. Është besimi yt që ti ke forcë dhe shpresë për të ecur përpara. Besimi yt. Nëse nuk ke besim, është e pamundur që ti pëlqesh Perëndisë. Është e pamundur që të përcjellësh besim tek të tjerë. Prandaj është e jashtëzakonshme ta kesh këtë lloj atmosfere. Zoti të bekoft dhe të përdor të fuqishëm për lavdinë e tij. Kur njerëzit të shohin atë lloj entuziazmi dhe besimi që kanë tek ty, ata me siguri do të vinë dhe do të besojnë Perëndinë që ti beson. Zoti bekoft. Faleminderit për që qëndrua deri tani. Albana, Gramozi, Bona, Arta, Lidia, Artani, shumë të tjerë që s'mund t'i lexoj të gjithë. Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër me mesazhe inkurajuese. Deri atëherë Zoti ju bekoft dhe mos harroni që të krijoni atmosferën e besimit. Dhe aty pastaj
Zoti do t'ju ndihmojë dhe do t'ju udhëheq për t'i ndikuar njerëzit sa më mirë. Bekime, Albana, Artan, Zoje, Lidia, të gjithëve. Zoti ju bekoft. Dhe nëse keni ndonjë kërkesë specifike për lutje që doni ta ndani tani, ndjeni të hapur dhe unë do lutem dhe do ta mbyll me një lutje. Mirë, nëse nuk ka ndonjë kërkesë specifike, atëherë më lejoni që të lutem, bashkohuni me mua dhe t'i drejtohemi Zotit në një lutje së bashku. Okej, Aurela po kërkon që të lutet për situatën e saj. Patjetër Aurela do lutem për ty. Lidia po thotë që të lutemi për njëri tjetrin në emër të Jezu Krishtit. Patjetër. Mirë. Okej, le të lutemi pra në mënyrë të veçantë për Aurelën dhe situatën e saj dhe për njëri tjetrin, siç shpreh edhe Lidia. Okej, le të bashkojmë mendjet dhe zemrën dhe le t'i drejtohemi Zotit në një lutje. Le të lutemi. Ati dashur vim përpara teje Zot, duke të falenderuar për kohën dhe mundësinë që ti na dhe Perëndi për të mbledhur dhe për të ndarë fjalën tënde këtu Perëndi përmes kësaj teknologjie apo kësaj platforme apo medie sociale, ku ti Perëndi na jep mundësinë që ne të lidhemi dhe të ndajmë fjalën tënde Perëndi. Unë lutem Zot që në mënyrë të veçantë Perëndi ne vëmë përpara teje Aurelën dhe situatën në cilën ajo është duke ndodhur, ti di dhe nje Perëndi çdo rrethanë të saj, çdo sfidë, çdo pengesë, gjë që e pengon atë Perëndi për të arritur qëllimin dhe atë çfarë ajo synon në jetë Perëndi. Unë lutem që ti Perëndi ti qëndrosh pranë dhe dora jote e fuqishme ta nxjerr nga ajo situatë, nga ajo vështirësi apo nga ajo humner që ajo mund të ketë rënë dhe ndihet e pafuqishme për të dalë. Unë lutem Perëndi që ti ta pajisësh me gjithë urtësinë tënde, me gjithë forcën tënde dhe shpresën që asaj duhet për të dalë dhe për ta kapërcyer atë gjendje. Lutem që ti të qëndrosh me Aurelën dhe me njerëzit që ajo ka përreth. Gjithashtu Perëndi, unë lutem edhe për Lidjen, ti Zot bekosh Lidjen dhe besimin e saj, dhe në mënyrë veçantë Perëndi, unë lutem për besimin tonë dhe të njëri tjetrit, që ne të përcjellim sa më shumë këtë atmosferë të këndshme që ti na ke thirrur për ta përcjellë. Lutemi Perëndi që përmes nesh njerëzit të shohin dritën tënde, që përmes nesh njerëzit të shohin dashurinë tënde dhe mbi të gjitha të shohin birin tënd, Jezu Krishtin, tek ne, të mishëruar tek ne, që me anë të besimit që ne tregojmë tek njerëzit që kemi përreth, ata të shohin ty o Zot, dhe që ata të vinë tek ty Zot dhe të adhurojnë ty Perëndi. Unë lutem Zot dhe për këto tjetër që do të na bashkohet më vonë dhe do ta shoh këtë live, këtë mesazh. Lutem që ti Zot të prekësh jetën e tij apo të saj. Edhe lutem Zot që ti ta përdorësh për të përcjellë sa më shumë besim, për të krijuar një atmosferë sa më të këndshme. Në këtë botë të ftohtë, në këtë botë që vërtet jeton e errësirë dhe ushqehet me antivlera dhe dëgjon gjëra të cilat nuk duhet i dëgjoj, gjëra të cilat e vrasin dhe shkatrojnë dhe e prishin dhe e shkatrojnë këtë atmosferë të këndshme Perëndi për cilën ti na ke krijuar që ta kemi. Dhe është në emrin e Birit tënd Jezu Krisht që ne e lëmë në dorën tënde këtë lutje. Amen. Zoti ju bekoft. Edhe një herë, edhe natën e mirë.